na fut në dy kamiona, edhe rrugën pastaj, edhe na zbritën afër krujës, Valias, një sektor ferme atje. Atje kishte edhe punëtorë që punonin, kishte edhe disa, se ishte mbushur, kishin një kamp tjetër, se një pjesë e njerëzve e të njohur që nga vendi jonë, që kishin internuar që në 45-ën. Edhe ishin në kruje, në për familje, në vend të i posaçëm për ata, ashtu si ishte akoma. Edhe neve na zbritën te Valias. Atje kishin përgatitur vendin, se në atë kohë u ndikën shumë njerëzit. E kishin përgatitur vendin, kishin qenë një pjesë të burgosur grekë. Ata grekët i morën e i çuan në Shkodër, jo në Shkodër, në Lezhë. Edhe e liruan vendin për të internuarit. Ishte tamam burg me manë mban, me hekura, me kangjula, me truproja, me policë, me të gjitha, do me thënë, tamam burg isha atje. Me policin, do me thënë, edhe më falë, edhe në banjë që të shkonje, do t'i thoshe atje dhe të shkonje. Të shoqiron të qerenë, se kishte atje. Për të ngrenë, vu në Kazan. Kazan, se e kishin hequr të burgut, e vunë për t'internuarit. Filloj që të them se sa likshe dhe atëheri ishte edhe koha e atillë. Kazani makarona, bizele, bahë, gjerat këtila, po të them me Zotin që është një moj bie. Mizat kaq ndaj dilin bi Kazani. I futnin plakat, i pastronin, i qëronin, i ashtu, që na i jepnin neve, duke qare, duke ullërire, ato plaka, qarë do t'i japë fëmijëve, se t'ju luam që ne s'kishim asgjë. Për të fjetur, ishte keq ato roba që kishim ne, se na kanë interruar në tetor gati. Ishin krevatë si që kishin qenë, su bom për ne, po për në ta, shtresat ato që kishin, edhe gjithë se cili vendin të caktuar, me 20 pont. Edhe çdo familje e ndante me jastekun e tij me radhë. Keq sa s'kishte me atje, se arrin për një herë edhe u shtuan shumë, ardhen shumë njerëz të internuar, edhe u shtrëngua shumë jeta. Kush kishte vegjël, e kish më lehtë, të mëdhenjt ishin më keq, se vendi shumë i ngushtë, edhe nuk flinin dot. Ca nga koka, ca nga kembet flinin ata që ishin djemë të rinj, rriteshin. Ndejmë atje një vit e ca.